Vuani nga tensioni i lartë. Provoni këto metoda natyrale. Tensioni i lartë i gjakut është një nga problemet që prek pjesën më të madhe të njerëzve. Nëse nuk trajtohet si duhet, hipertensioni mund të kthehet në një problem mjaft shqetësues, duke shkaktuar diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me aftësinë e trurit dhe dështim të veshkave. Por mund të përdorni edhe disa produkte të cilat mund t'i gjeni lehtë në shtëpinë tuaj, të cilat ju vinë në ndihmë për stabilizimin e tensionit të lartë. Lëngu i limonit. Shtrydhni lëngun e një limoni në një gotë me ujë dhe e pini atë çdo mëngjes para se të konsumoni ushqim. Limoni ka aftësi të ruajë fleksibilitetin dhe funksionin e enëve të gjakut duke ulur tensionin. Hudhra gjithashtu mund të jetë një ndihmës shumë i mirë. Konsumi 1 deri në 2 thelpi hudhër të ndarë në kohë të ndryshme të ditës mund të jetë një mundësi e mirë. Uthulla e mollës dhe soda e bukës mund të jenë të dobishme pasi janë të pasur me kalium, magnez dhe kalcium, minerale shumë të rëndësishme për personat që tashmë vuajnë nga luhatjet e tensionit.